njeri I shkoi hoxhës së madh Hasan al-Basriu të Zoti e mëshiroft. Njeri nga kolosët e mëdhenj të literaturës islame. I shkoi për ta pyetur diçka. I tha: "O hoxhë, unë tha kam dëgjuar shumë nga ju që njeriu edhe I vuan pasojat e gjunaheve të veta. Pra ai Zoti juaj nëse ju pretendoni që ekziston, pse deri sot mua nuk më ka dënuar për gjunahet cilat I bëj?" Tha: "E ti tha që pyet nga kështu, a bën gjunahe?" Tha: "Unë tha bëj gjunahe në vazhdimsi. Unë tha zgjohem mëngjes dhe e mbyll mbrëmjen duke bërë gjunahe. Dhe kur ka mundësi në mbrëmje gjatë natës përsëri bëj gjunahe. Pra gjatë gjithë jetës time unë jam I përkushtuar në gjunahe. Mirë po deri sot ai Zoti juaj që ju po thoni se ekziston, ai deri sot nuk më ka dënuar mua për gjunahet që kam bërë." Tha: "O ti njeri, e si je I sigurt për këtë?" Tha: "Jam I sigurt sepse pasuri kam, shëndetin e kam, të mirat e jetës së kësaj bote I gëzoj. Nëse do ishte kështu do duhej të më dënonte ai Zoti I juaj." Tha: "E pse thua që nëse ekziston?" Tha: "Them kështu sepse unë kam dyshimet e mia në ekzistencën e tij. Pra ju po thoni që ai ekziston, por unë kam dyshime në qënjen e tij, se ai ekziston ose jo." E mirë, tha, ndonjëherë a e ke hapur tha fjalën e tij të lexosh? A ke lexuar diçka nga shpallja e tij nga Kurani I Kerimi? Tha: "E çfarë pune kam në Kur'an? Kur unë pra dyshoj në ekzistencën e tij, pse duhet të lexoj librin apo shpalljen që ju pretendoni se e ka zbritur ai?" E mirë, tha, ndonjëherë tha, a ke ngritur duart e tua për të kërkuar udhëzimin e tij? Tha: "Jo, tha, as e kam bërë, tha, as që e kam ndërmend ta bëj diçka të tillë. Pse ti lutem dikujt për cilin kam dyshim që ekziston ai?" E mirë, tha, ndonjëherë tha, me gjukën tënde a e ke përmendur atë? "Jo, tha, se kam bërë deri sot dhe as që kam ndërmend ta bëj që me gjukën tim ta përkujtoj atë." E mirë, tha, o njeri, atëherë tha, a ke bërë ndonjë adhurim në jetën tënde për atë? "Jo, tha, s'kam bërë, tha, dhe as që kam ndërmend ta bëj." Çfarë je duke thënë për ati? Në këtë rast, Hasan al-Basriu pasi e dëgjoi këtë njeri, u ndal një moment, e shikoi mirë dhe duke I rrjedhur lotët nga syt ai I tha: "Të pas ka mbuluar tha dënimi I Zotit." Tha: "Ku e sheh tha dënimin e Zotit se unë s'po e shoh tha këtë?" Të pas ka mbuluar dënimi I Zotit o njeri, e ku ka dënim më të madh për njeriu se sa Allahu t'i ja shkulin nga zemra ndjesin ndaj të vërtetës njeriu? Ku ka dënim më të madh për njeriu kur Allahu ja shkul nga zemra ato me cilën ai duhet ta besoj krijuesin e vet, pra Zotin e botrave? Ku ka dënim më të madh për njeriu kur Allahu I madhërisëm ja pamundëson që me gjuhën e tij ai ta përmend atë? Ku ka dënim më të madh për njeriu kur Allahu I madhërisëm ja pamundëson që me gjymtyrët e trupit të tij ai t'i nështrohet urdhrave të tij? Pikërisht këto gjymtyrë që ai Zoti ka krijuar. Pra vëllezërit e mi, dënimi më I madh për njeriu është që ai të lind, ai të jetoj, ai ta kaloj gjithë jetën, mirë po të mos njihet dhe të mos njoftohet me Zotin e cili e ka krijuar. Nuk ka dënim më të madh për njeriu kur Allahu I madhërisëm ja shkul nga zemra ndjesin që ai të mos e ndjej fjalën e Zotit, që ai të mos përmallohet për Zotin e botrave. Nuk ka dënim më të madh për njeriu kur Allahu I madhërisëm ja bën të vështirë adhurimin dhe nga ana tjetër ja bën të lehtë haramin, ja bën të lehtë gjërat e shëmtuara, ja bën të lehtë gjërat e ndaluara. Pra kjo tregon që Zoti I madhërisëm e ka larguar këtë njeri nga rahmeti e mëshira e tij. Allahu na ruaj.